TikToku u mbyll. Aplikacioni social TikTok do të mbyllet për 12 muajt e ardhshëm në territorin shqiptar. Në 12 të natës është bërë mundur që të mbyllet aksesi në të gjithë rrjetin mobile. Ministri Rama ka thënë lajmin se procedura për mbylljen e TikTok ka përfunduar. Pas mbylljes së TikTokut, Shqipëria kaloi një depresion total. Njerëzit janë munduar të kalojnë në platforma si Instagram Reels, dhe YouTube Shorts. Por unë kam gjetur një alternativë më të mirë. Ju prezantoj me Klaper. Mbyllja e TikTokut solli që gjithë shqiptarët të kalojnë në Klaper. Dhe më njoftoja që kam hapur edhe unë llogarinë në Klaper në aplikacionin e ri. Është një aplikacion pak a shumë si TikToku, me të njëjtën strukturë dhe ide, po është ekzekutuar shumë herë më keq. Me që po fillojnë gjithë nga zero, atëherë unë vendosa që për gjithë javën do t'i jap synin vetes që të shkoj viral në këtë platformë duke arritur 1000 followers. Okej, le të provojmë të futemi në Klaper dhe a duhet të njëjti for you page si TikToku apo jo? Krijova accountin Klaper Master 69. Ka pak të foton, rëndësi ka unë thjesht hapa accountin, shohim çfarë videosh ka for you page i Klaperit që TikToku nuk e ka dhe çfarë na ofron më shumë Klaperi për ta vizituar atë, për ta hedhur si aplikacion. Se di, po më duke se këto videot janë me kualitet shumë të ullët. 480, as 720 më të quash. Paqe shpirtërore, me dele. Okej, me sa duket është një version më i keq i TikTokut dhe Instagramit. Por gjithsesi, le të shkojmë dhe të gjyrojmë videon e parë për sot, me që është dhe dita e parë, kështu që për ta vendos video, okej. Lë këtë këtu, mos ja vini re kualitetin të këtij telefoni se jam këtu. Ka një javë që ka kaluar, hiku na mendoria. Okej, ju do thoni, çfarë po bën ky, pse po bën ashtu? Okej, bëjmë done. Si fillim do të çojmë një sound trending. Trending është kjo, nuk më intereson se çfarë soundi është. Thjesht jetë trendi, shpresoj ta çoj në gjithë for you page-in e Klaperit. Dhe çfarë do të shkruajmë ne këtu? Follow të gjithë, ndihmojmë njëri tjetrin. 3 emoji, save, comments, po post. Okej. Posti është rrugës, kështu që 40% le të presim derisa të bëhet. Ua, okej, 88%. Lëvizi. 90, okej. Me çfarë po shikoj që nga shumë herë më ngadalt në uploadimin e videove se sa çdo platformë tjetër. 97 më në fund, nuk e di sa kam që prestu. Video është live më në fund. Kemi 0 following, 0 followers, 0 like, edhe 0 income, normal. Kaq mbyll edhe dita e parë, presoj që kjo video të bëhet virale, kështu që me kaq shihemi ditën tjetër. Mirë pra, kjo ishte lezetshëm. Gjatë gjithë natës telefonin dizej, fikej. Dizej, fikej. Dizej, fikej. Kishin mesazhet nga Klaperi që njerëzit po bënin like dhe po bënin follow. Sot do të shikojmë se sa follow kemi marrë brenda 24 orëve vetëm atë videon që postuam dje. Okej, 15 notifications nga Klaper. Okej. Wow! Pas kemi arritur të marrim 6 followers dhe 32 likes dhe 781 views. Pas kemi një koment. Kjo është shumë cool. Komentoni gjithë poshtë, kjo është shumë cool. I lutem. Çfarë do vendos sot të bëj unë? S'do bëj as 2 video, as 3, por 10 video. Content creation is harder than your 9 to 5. Le të fillojmë. A little longer than a few moments later. Okej, ka kaluar disa orë, kemi gati gjitha videot. Dhe nëse keni pyetje për kufjet e mia dje, po, janë të ngjitura. Një sekond. Sepse u përpoqja të rregulloj një herë
këtë anën e kufjeve se kjo s'punon. Tash për rregulloj vetë, nuk e rregullova. Xhiroam gjitha videot, 10 videot dhe nesër do të bëjmë diçka ndryshe. Kështu që shihemi nesër. Follow me, you are you. Follow me, oh my friend. Follow back. Come. Here you are back. Oh, thanks, babe. Dje postuam 10 video me tentativ që njëra për tyre të shkonte virale, por videot nuk përseç. Disa morën 10-ra, disa morën 100-ra, asnjëra nuk arriti do të kapi 1000 views dhe nuk morëm asnjë koment tjetër përveç atij dje. Gjithsej me 10 videot arritëm të bëjmë 10 followers. Nuk është keq për fillim, por nëse duam të arrijmë 1000 followers brenda javës, do të punojmë më fort se kaq. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është live. Besoj se njiheni shumë mirë me live nga TikToku. Klapër mbasi ke krijuar një profil mbas 3 ditësh mund të futesh live. Nuk ka nevojë të kesh 1000 followers si është në TikTok. Kështu që sot do të futemi live dhe do përpiqemi të marrim sa më shumë followers. Kështu unë ju prezantoj me 3, 2, 1. Këtu. Pa frej pak më shumë këtu, do ishte mirë. Çfarë do bëj, do të çoj muzikë tash? Edhe po. Prit. Faleminderit për giftin. Nicole, faleminderit për giftin, faleminderit. Thank you very much. Po marrim gifte, faleminderit shumë. Më duhen followers. Na duhen sa më shumë followers. Ngërëzërin, ka. Na duhen followers. Come on. Thank you for the gift. Hey, I appreciate it. Whoa, that's crazy, bro. Okej, këtu harrova që iPhone-i nuk regjistron zërin kur e bën screen record, kështu që thjesht po ju tregoj disa video, montazhe të vogla nga live-i që bëra zgjati gati 3 orë. Edhe thjesht po merra gifs, po ja lë këtu se sa gifs e kam marr gjithsesi e mbylla të parin dhe hapa dytin. Do futa edhe me një person tjetër live sa për 5 minuta kot, mendonim që do bënim rounds. Mendonim që do bënim lojra si në TikTok, po nuk arritëm dot, s'po që ja dot butonin. Kështu që kaq ishte edhe kjo ditë. Do të postoj edhe 2 video kodi tjera më vonë dhe le të shkojmë se sa follower do të jemi nesër. Plani 0. Okej, me sa duket plani nuk funksionoi fare. Me thënë dihen dita më shumë se 3 orë në live dhe prap morëm vetëm 2 followers. Sot jemi në 12 followers. Nuk kemi marrë 1000 views akoma. Ka ardhur koha për asin në mëng. Sot do të hedhim video të vjedhura. Pra, plani im është ky që të vjedh video nga Instagrami, nga YouTube Shorts, vjedh video nga Facebook Watch, se mbaj mend. Puna është unë të mbledh 5 videot më virale që mund të gjej fani që pëlqejnë NPC-t. Që gjithë, domethënë video me qenë mace, njerëz që vriten. Ai është në Instagram gjithsesi. Kështu që tani unë thjesht do kërkoj internetin për video funny. Biles lexova dje që nëse uploadon shumë herë në Klapper nuk është mirë për algoritmin, prandaj ndoshta edhe videot nuk kanë marr views, shqetësoj që është kjo dhe jo thjesht që videot janë trash. Por gjithsesi, tani po bëjmë gati për krimin tim të parë, po vjedhim video gjasme. Pra, ja ku isha. Duke kërkuar për video me radhë, vetëm për të gjetur 5 më perfektet. Thjesht gjeta ca video me mace dhe me qenë. Dhe as nuk u përpoqja të ndryshoja tekstin në video, thjesht i hodha ashtu. Kështu që besoj se bëra më të mirë me këto videot, janë funny,
janë okay, nuk po them që janë më të mira, po që janë okay. Dhe po a tregoj tash. Shpresojmë që nesër të jemi viral. E po dje harruam diçka. Harrova të edh videot. E di, si mund të harrosh pjesën më kryesore të sfidës? Nëse nuk edh video, si du të marrësh likes, dhe nëse s'merr likes, si du të marrësh followers? E di, harrova. E di që është dita A5 dhe nuk kemi shumë kohë, po çfarë do bëjmë, harrova njerëzim. Sot kemi dy fishin e punës. Kemi për të bërë live streams plus videos plus video që lam dije. Kështu që pa humbur kohë ikim te kompjuteri se e kam këtu. Okej, nuk e di, po këto video të fundit klaperi vetëm punoj heq, nuk e marr vesh një sekond. Hello. Ja, mi jam fshirë ca video që kisha edhe mi jam fshirë ca të tjera, ato videot me mace dhe ka ngel vetëm kjo. Tani ndoshta se është copyrighted, okay, po ato videot e tjera nuk e marra vesh pse u fshin, nuk e marr vesh pse, domethënë i gjithë accounti është okay, besoj. Clapper coins. Blinka coins këtu. 70 coins për $1. Okej, s'është keq, nuk është keq. Ndoshta privacy jo, as kjo s'është pse po e bën këtë. Kështu që le të futemi në metodën tonë të vjetër dhe të pyesim mirë çunat e live-it. Hello. Një sekond. Ue shifë, kam se 17 orë. 18 orë tash, më duket ishte 17 e 16 që parë. Edhe akoma 0 veta, duhet kisha të paktën 1, 2, që parasysh me scroll del live-i. Më thënë gjitha këto live që kam hapur, pse kam pasur më pak followers, brenda minutit më janë futur të paktën 4, janë futur të paktën 4-5 veta, po këtu s'po e marr vesh pse. More klapër. Se di, nuk e marr vesh, apo... hello. Okej, pak çuditshëm duke sikur na dëgjoi klapëri, po... okej. Edhe tani që jam duke edituar këtë video, prap nuk e mora vesh arsyen pse i fshin videot, edhe të paktën live-i u kthye prap në normalitet, se futa prap live më vonë, pas disa orësh dhe ishte okay. Besoj se videot jam fshirë thjesht nga copyright-i, diçka tillë, nga muzika që kam përdorur, nga videot që kam bërë duet që jam fshirë, edhe normal që do fshihet video ime. Kështu që besoj se jemi cool me Klapërin. Haha. Wow, kanë kaluar 6 ditë. Dita e fundit sot. Ndihem bosh. Nuk e di. Jemi eksaktësisht 12 followers. Nuk kemi lëvizur asnjë follow. Jemi 48 likes edhe 0.6 income. Nuk e di, se besoj të bëj gjithë ditën e fundit, është po futem live 5 minuta dhe t'i them mirëpafshim Klaperit. Normal që s'do përdor më kurrë, besoj as që mund të arrini 1000 followers, se për ju page-in shqiptar është pak e vështirë, se nuk është se ka dhe audiencë shumë të madhe Klaperit. Okej, futemi 5 minuta tani në live edhe t'i themi mirëpafshim Klaperit atë video jo. Okej, patjetër. Po e lë dhe këtë këtu. Jemi komplet me 2 kualitete super të kundërta. Gjithsesi, kam duket është filter? Okay. Hey, we got a gift. Hey. Okay, po marrim gifte. Hey, thank you. Hey, an eagle? Is that an eagle? Hey. Hey. William just be sending gifts.
Okej, se besoja që do merja prap gifts të live streami i fundit, goodbye i Klaperit, po gjithsesi morëm shumë giftse nga zoti William. E po kaq, nuk arritëm dot të bënim 1000 followers, por arritëm të bëhemi milioner. A duhet ta bëj sfidën e ardhshme nëse kap 1 milion lekë në Klaper? Po gjithsesi, kaq ishte edhe kjo video. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni subscribe, ndihmon shumë. Like videon dhe komentoni që se ngelëm komentet bosh. Si jemi në videon tjetër.